Nuk kanë munguar tensionet në përfundim të takimit të zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena, ku Partizani arriti të marrë një fitore të rëndësishme minimale në transfert ndaj Elbasanit me rezultatin 0-1. Ndeshja u karakterizua nga ritëm i lartë dhe raste nga të dyja skuadrat, ndërsa momenti vendimtar erdhi vetëm në minutat shtesë, kur gjithçka po shkonte drejt një barazimi pa gola. Ishte Skuka që në minutën e 93 gjeti rrugën e rjetës, duke i dhuruar 3 pikët ekipit të tij. Pas përfundimit të takimit, humbja nuk u prit mirë nga kampi verde blu. Stafi i Elbasanit protestoi ndaj gjyqtarit të ndeshjes, duke kontestuar disa prej vendimeve të tij gjatë lojës. Situata u tensionua duke bërë që arbitri të ndëshkojë me karton të kuq disa pjesëtarë të stafit vendas, mes tyre edhe trajneri Gvozdenovic, i cili fillimisht refuzoi të largohej nga fusha. Ngjarjet pas ndeshjes shtuan tensionin në një mbrëmje që përfundoi mes polemikash, ndërsa priten reagime dhe qëndrime zyrtare lidhur me incidentet.